s'është një ide specifike, po edhe kur dikush ka njëherë ka fatin me pas një emër artistik, edhe kushdo që i hen botës të muzikës, e menon pak qësh ka me u prezentu çdo detaj, do me thënë një prej senave kryesore është emri. A menon që luan shumë rol emri ndoshta? Definitivisht luan shumë rol, për çta edhe jo vetëm në Kosovë, e në Shqipëri, po gjithka në përbotë e ki një shumicë artistave nuk e kanë emrin e tyne të vërtet, përveç atyne që e kanë edhe në prindë e tyne në konkrete. Po gjithsesi unë e du emrin tem shumë, unë e kom emrin Qëndrim, edhe me një emision tjetër e pa ta cek bile që unë jam fëmijë lutës e krejt gjenerata jone ka qëndrime, ka lirime, atë në është një shabullon një emrave të njëjtë, kështu që kur kom vendos me hi, Kendri ka ardhë të hujtë më kanë thirë Kendrim, Ken më thërshë në shkurt, e masej unë e kom bu një farë eksperimente dhe ka ardhë kështu pa hire, po masej krejt e kam pëlqyë, tash më kam metë, do me thonë edhe printe shoqënisë më thirë në Kendri, së më thirë më kërkosh në emër, gjithsesi emri jam ka do me thonë shumë të madhe, po në skenën e muzikës... Apo më doket shumë emër ndërkombëtar, kështu po më doket ideal për më prezentu me një treg muzikor, fiks për... Po, s'është specifikisht që e kom mendu qashtë, po unë ja kom audiencën e parë, e kom pas audiencën në Huj, mësej ka ndru audienca, kom pas edhe audiencë Shqipfëls, po e kom mendu shumë bile një kohë kisha edhe stres të isha qësh ka me oprit në Kosovë që ke emër, po mirë, interesant pjo dohet njerëzve. Për shembull, kur tash në platformat që po i përdorim sot, po flas specifikisht ndoshta edhe për TikTokun veçanti, na dalin videot mundemi ndoshta ty me të pa në projekte të cilat ndoshta i ke sjellë, shohim spotin, shohim ty se çysh do është realisht, mirë po për shembull nëse hym e dëgjojmë ndoshta në radio dikon, Kendri Hills, ndoshta njerëz mundin me mendu që s'është shqiptar heqë. Ke pas raste të tilla? Po shumë bile është shumë hajgare që shumë ftesa në televizion i kam pas, hejt kena po që në Kosovë apo vjen sonte në emision. Ose tu ta çu ftesën anglisht. Unë në Prishtinë non-stop. Po shoqër muzika nuk ka limite dhe nuk ka kufi, unë është me shprej vetën në cilën do mënyrë që të njihësh që është kreative ose vështë të pëlqen ty, menoj që muzika full për emrin, muzika full për... Po më përgjësite, une jam shumë i koncentru mas brandit, edhe gjdo artist menoj që e këshyr brandin në total kështu, edhe jam më munu, bile shoqënia jam, të ishën nesër më nëshme bu edhe një brand tesha, me që të emër atën. Po do këtë shumë internacional. Edhe kena ljonë masaj, po qështë është një histori ju diçka specifike, po tash kena vazhdu me tregun Shqip, e sa herë njerëz i takoj që mangojnë muzikën Shqip, e çush e ki emrin e vërtet, çush e ki, a e ki për një me emrin Kendri? Unë tash pak ma herët kur e nisëm këtë intervistë, tash që unë i dëgjoj këngët e tua, ti kur erdhe në Duka Gjën, për mes që ati projektit, sidomos këtit fundit, e lëshova, ja të regova dhe kolegëve dhe i pe dhe vetë disa për reagimeve tyne, po du ndështa të qike periuda kur ti e të bo muzik. E ndi ndështa vetën si pjesë e këti tregut që ndështa po bën diçka pak ma ndryshe për muzik, po eksperimenton ma shumë, së fundmi na, po flasë paktën për këtë bitet e fundit, që periudën e fundit, kemi hasë ndështa shumë muzik komerciale në vesh, po që po mdo këtë këto që 2 vjeqarin e fundit, 3, artistat e ri po sjellin diçka më ndryshe, ndoshta nuk është që pe kanë qash problem të madh para gjykimin për njerëzve, ndoshta mirën se qysh kanë me u prit, po bojnë ato që ata po i bën me undi rehat, edhe po e paraqesin vetën mirën qysh ata ndoshta po njihen mas mire me qitë vetën e tyne edhe ndoshta me tregu se kush janë. Pa menu ndoshta a mundet me pëlqy, as mundet me pëlqy, a dhez, as dhez, e rëndësishme është që me paraqit vetën qashtu që shti ki qepë. Po, ne tash krejt artistat e ri që kanë dalin që të kohën e fundit e kanë një gudzim ndryshe prej gjeneratave tjera, po unë asnjëherë nuk them që muzika komercial është muzikë keqe, se muzika komercial është diçka që e dënë një
popull ma i gjerë, dhe më thonë, muzika pak ma underground, pak ma unike, është për një audiencë specifike.